Gazetari Redion Shtylla do t'jetë me mua në këto momente për të diskutuar rreth ngjarjeve të fundit të showbizit. Përshëndetje Redion. Të përshëndet, gjithmonë një kënaqësi e veçantë. Kënaqësi, gjithashtu. Do ta nisim me çiftin, le të themi, më të përfolur të momentit, që zë edhe hapësirën më të madhe mediatike, kanë fjalën për Selin dhe Gimbo. Çfarë planifikon çifti? Është kjo video që pa diskutim ka ngjall interes të madh tek opinioni publik? Sigurisht që është një video që pikë së pari vetëre një lloj kimie e zakonshme të dyve, një video që ka tërhequr vëmendjen dhe po flitet se do të jetë një remake i këngës Rezarta Shkurtës, DJ, një këngë që ka 20 vite që ka dalë në treg, por që e ka këtë ndjesinë verore dhe padyshim që kam dëgjuar që do të vinë në formë remake-u tani nga DJ Gimbo dhe nga Rezarta dhe pjesë e klipit do të jetë edhe Selin. Sigurisht që kjo ka qenë një kërkesë e fansave që i përshtatet dhe kënga vetë Selinës dhe Gimbos, që të jemi të sinqertë dhe të jemi të drejtë për drejtë, edhe pse ka një projekt tjetër që po zhvillohet nga një këngëtare tjetër, po e njëjta këngë, por që besoj do të kemi mundësinë dhe ta flasim, kemi një lloj përplasje se kush do të sjellë një këngë që ka 20 vite në treg. Kush tjetër? Është Rozana Radi. Që po vjen me të njëjtin projekt, pra një remake të këngës DJ. Pra do të kemi dy variante të kësaj kënge. Po, edhe pse varianti i Rozanës fillimisht duhet të sqaroj se ka edhe unë le të themi u futa dhe lumtova, kënga që ka kënduar Rezarta Shkurta në një festival para 20 vitesh është në autorsinë, është autor, kompozitor dhe tekstshkrues Gent Lako dhe ai e ka të drejtën për ta le të themi për dhënë okejn se kush mund të bëjë një remake apo një remix. Sipas DJ Iliano, i cili ky e ka marrë të drejtën për ta përpunuar këtë këngë, ka ftuar vitin e shkuar Rozanën dhe tani siç edhe ka njoftuar vetë këngëtarja do të vinë edhe në videoklip këto ditë, pra do të kemi një lloj rikthimi të një konflikti të hershëm të dy artistëve, por sidoqoftë e mirë është që ka muzikë dhe pse jo të përderisa të drejtat e autorit janë të përcaktuara, gjithsesi ti ke hulumtuar dhe e di më mirë se si funksionon. Prandaj thash që DJ që ka ftuar në bashkëpunim Rozanën ka marrë të drejtat e autorit pra të Gentit për ta bërë një remake të këngës, por kjo besoj është një çështje ligjore që do e zgjidh ligji. Ne këtu jemi për treguar ato ndjesitë dhe çfarë është virale në rrjetet sociale dhe padyshim që po pritet ky bashkëpunim i Selinës me Gimbon. Po, pa diskutim. Dhe çifti vijon, le të themi, lidhjen e tij janë pavarësisht se larg kamerave, hera herës me këto momente që publikojnë në rrjetet sociale, pa diskutim që shkaktojnë dhe shumë reagime. Sigurisht që ishte në kohën pas Big Brotherit ku ishte e vëmendje më e madhe për të parë se si do të ishte çifti, por edhe në studio tregova që Gimbo ka qenë i përkushtuar, siç u tregua edhe tani me EP-n që kanë nxjerrë me Gjesin me 5 këngë që janë kthyer sigurisht virale dhe ka qenë në punë, edhe pse kjo dëshira e të gjithëve për t'i parë bashkë, por janë parë Selin ka shkuar tek familja e Gimbos, pra e kanë këtë jetën e tyre private të shëndetshme dhe nuk duan ta ekspozojnë shumë, pa diskutim që... Nuk i kemi parë shpesh në shoqërinë e miqve të tjerë, në shoqërinë e Gretës, të Shëndritit. Çfarë po ndodh me ta? Po, majsa kemi parë edhe vetë ata që kanë treguar në rrjetet sociale, vijojnë ende ato që kanë qenë edhe raportet brenda shtëpisë sa i përket Shëndritit, e sigurisht me punatën nuk ka si tjetë ndryshe, por që ka një lloj konflikti të ri midis dy personazheve, nëse mund ta quaj konflikt, por ne dim që pushteti i rrjeteve sociale përbën lajm për ne që ndjekim se çfarë bëjnë yjet pas Big Brotherit dhe një unfollow midis Selin dhe Mateo sigurisht që nuk ka kaluar pa u vënë re. Edhe nga ana e Gimbos nuk e ka follow as Mateo edhe as Gimbo Mateo, pra besoj që e gjitha ka nisur që nga post Big Brotheri, ku Mateo me të drejtë shpreu atë që kishte ndjerë dhe atë që kishte mësuar pak kohë, pasi kishte dalë nga Bigu disa orë, që u shpreh në Prime që Selin nuk e meritonte, sigurisht që ishte i mbi ngarkuar me informacione dhe të gjithë
qasje, nuk e di nëse ka diçka tjetër përpos asaj që ne kemi parë, por që Selin Janë shkëputur totalisht pra, marrëdhëniet. Po, por që Selin ende ka follo Brikenë dhe kjo e fundit atë. Pra, le themi, atë mbetja është midis Mateos dhe Selin dhe jo midis Brikenës. Ndërkohë që shoqëria Greta, Selin, më falë, DJ Gimbo dhe Shndrit vazhdon, apo jo? Po, pa sepse nuk e diskutim kemi që po, parë shpesh në publik. Po, pa tjetër kemi parë bashkë edhe në për publik, në për aktivitete, në për reklama, më të shumë të Gretën dhe Shëndritin, kuse Selin më shumë Është më e e rezervuar edhe më shumë e fokusuar në punët e saj. Përpos kësaj ka patur edhe një udhtim ku ka takuar baban e saj. Unë e kam cilësuar si një ditar shumë personal që jepte një lloj ndjesie të veçantë Selin, një lloj shkëputje siç edhe ajo e përshkroi këtë takim 2-3 ditor me babain e saj që aq shumë është komentuar, aq shumë e kemi folur, aq shumë është aluduar që ky burr që nga pas hekurave, por Selin e tregoi me foto që ai gëzon liri të plot, jeton aty ku dëshiron dhe sigurisht ka aktivitetin e tij, duke mos ndarë shumë detaje Selin, për që tregoj që ka konsumuar kohë të mirë me dikë që i ka munguar për gjatë këtij rrugtimi, edhe pse me zë ai ka qenë i pranishëm, por edhe me letrën aso kohë, por edhe me fjalët. Ai ka qenë i pranishëm në Big Brother, por fizikisht, le themi, Selin e shijoi pas daljes nga Bigu dhe në atë qetësinë e saj, në ato muhabetet, le themi që duhet të mbeten private dhe ashtu kanë mbetur, por që e kam parë si një lloj ditari të ri, një lloj përjetimi shumë emocional dhe ato 2 postime që Selin kishte, të jepnin padyshim këtë ndjesi. Dhe do të kalojmë te një tjetër çift, Mateo Brikena. Kemi parë disa ditë më parë Brikenën që mbante veshur një bluzë ku ishte i stampuar portreti i Mateos. Si shkon lidhja e çiftit? Shkon mirë në ato që ne shikojmë, në ato që dëgjojmë dhe në ato që ata vetë japin për audiencën që është e madhe dhe pa diskutim është e etur për të mësuar, jo vetëm për lidhjen e tyre, por edhe për karrierën e tyre. Brikena është ajo sigurisht që do të rishfaqet sërish në Top Channel, edhe pse është folur shumë që ajo do të ishte pjesë e Shizën Top si anëtare jurie, por me sa duket pas ka një ndryshim, do ta shikojmë në Top Arenën, ku edhe kampionati botror do të nisë në qershor dhe Brikena do të marrë frenat e një emisioni. Pra Brikena do të jetë krah Edi Manushit. Po, këto janë detajt e fundit që vinë lëvizjet e fundit që Brikena Selmani do të jetë në krah të Edi Manushit në Top Arena dhe do të jetë për herë të parë përballë një emisioni sportiv, pasi ka qenë më shumë e fokusuar në pjesën e modelingut, në këtë pjesën e miseve, siç edhe ka treguar që ka qenë edhe në Miss Grand duke përfaqësuar Kosovën, por sidoqoftë do të jetë një eksperiencë e re për të, por edhe për ata që e ndjekin dhe mezi presin që ta shikojnë. Ajo kur ishte e ftuar në Goca dhe Gra nuk përmendi emision, por ishin 2 alternativa që edhe u provokua Garudina, do të shikojmë në Shizën Top apo tek Top Arena, me sa duket do ta shikojmë në Top Arena, kjo edhe për faktin që sot është bërë zyrtare që Francesca Rustemi do të jetë anëtare jurie në Shizën Top, pra kemi një ndryshim të vendeve dhe mbetet për të parë se si do të shkoj, po, sepse kampionati botror sjell emocione pafund dhe kjo do të jetë një eksperiencë e bukur, një përvojë e jashtëzakonshme edhe për Brikenën. Ndërkohë ka ndonjë projekt me Mateon? Duke qenë se edhe gjatë qëndrimit të çiftit në shtëpi, ti ke qenë shumë pranë tyre. Pa diskutim që besoj do të vijë momenti kur ata të sjellin një formë të një lloj bashkëpunimi, se nëpërmjet artit nuk kanë si ta sjellin, se nuk janë artistë, por sidoqoftë në midis tyre bashkëpunimeve besoj që do t'ja lënë një moment i qoftë edhe me spote publicitare, edhe mund të jenë pjesë e një fushate në këtë aspekt. Ka projekte pra? Duke qenë që Brikenën do ta shikojmë të angazhuar në Top Arena dhe ne dim se sa impenjativ është një emision i tillë ku jo vetëm do të komentohen të gjitha zhvillimet dhe të gjitha ndeshjet, por është edhe pjesa e showbizit që sigurisht aty dhe besoj që do të përqendrohet më shumë Brikena me prezencën e saj. Ndërkohë, personazhet të tjerë të këtij Big Brother që janë në fokus, në qendër të vëmendjes?
Kemi duke lajme? mbetur tek arti, duke mbetur tek kënga, tek arti, te muzika, nesër Juela ka treguar që do të sjellë këngën e saj të parë që pas daljes nga Big Brother, Detaj, me sa unë dëgjova dhe me sa unë kam shije muzike, është një këngë verore, një këngë që me siguri do të japi një lloj ndihme Juelës të rikthehet në treg edhe pse gjatë eksperiencës së saj në Big Brother është komentuar, është gjykuar, por ne dim që pas Big Brotherit, lum ai që dim ta mbaj mirë të gjithë famën që merr dhe padyshim Juela ka një zë të mirë, edhe pse nuk e ka treguar shumë në Big Brother, por që ndoshta ky është momenti për ta parë publikun në një tjetër anë dhe në një tjetër qasje. Pra ditën e nesme ajo do të publikojë këngën e parë Detaj, që do të pasojë edhe sigurisht me Dhe pa projekte të diskutim që tjera ju verore. urojmë shumë suksese. Juelës. Patjetër që po. Ndërkohë, disa ditë më parë pata në një lidhje direkte Ilir Vrenozin, i cili festoi 55 vjetorin e lindjes, i kishte ftuar të gjithë banorët, sigurisht që ishte i hatërmbetur me Brikenën dhe me Mateon, sepse nuk u bën pjesë e festës së tij. Por hatërmbetje më të madhe e kishte me Kristin, sepse nuk i kishte kthyer asnjë përgjigje. Ndërkohë nga pamjet që ne kemi parë, Vrenozi e ka festuar ditëlindjen mes miqve më të ngushtë që ka patur brenda shtëpisë dhe mes tyre ishte dhe Rogerti. Po, e kam parë edhe intervistën tek ty të Ilirit, një njeri popullor që duhet të kuptoj që jeta pas Big Brotherit ka dhe angazhime të tjera, dhe pse më shumë pranë tij ishin miqtë e tij se sa mikeshat, por urimet si nga Brikena, por edhe nga të tjerët nuk i kanë munguar, por për sa kohë Brikena nuk ishte as në ditëlindjen e punatës së saj, si pasojë e angazhimeve se u bë dhe një lloj gjurulldie në rrjetë si ishte në ditëlindjen e motrës së Mateo, se e tregoi që do kishte fluturimin drejt Italisë, ishte një lloj arsyetimi dhe përndjekësi, duke treguar edhe Mateo nga ana e tij që për çështje bilete, për çështje rezervimi ajo nuk ishte e pranishme. Pra Iliri duhet të kuptoj që edhe çështja dhe koha është shumë e artë tani për personazhet që janë më në zë dhe sigurisht që vëmendja është më maksimale. Në vëmendje këto ditë të opinionit publik ka qenë edhe Loredana dhe Gjesti. Është aluduar për një lidhje mes tyre, ndërkohë që ka ardhur dhe një reagim nga ana e Loredanës, si janë të përhapur këto fjalë, kush i përhapi dhe pse ka ndodhur e gjithë kjo, le të themi, kjo zhurmë sidomos në platformat sociale. Sigurisht që edhe për një herë tjetër vërtetohet që Gjesti si artist është ai që u jep ushqim, këtë e ka komentuar dhe ka evidentuar dhe te një nga këngët e tij, te kënga Zero që është e preferuara ime, që thotë ju flisni për mua, por unë fitoj. Sigurisht që janë personazhe që janë të lidhur shumë me figurën e tij dhe me emrin e tij dhe dalin dhe flasin pa te klips, siç thot publiku. Loredanën e ka parë të rezervuar, ditën e djeshme dëgjova një reagim që ajo kishte bërë, duke thënë që në fund të ditës Gjesi nuk ka qenë në shijet e mia dhe nëse unë do të kisha diçka do ta bëja hapur. Thjesht tregoj që as nuk ka komunikuar për një kohë të gjatë me të, dhe se si ka lindur këto tash e theme, është në atë që edhe unë e përmenda, që të tjerët ende flasin për të përfituar pak vëmendje, dhe nuk besoj që është forma më e mirë edhe për ata që e bëjnë non-stop në mënyrë të përsëritur, ku bën një kohë kaq shumë e gjatë që është konsumuar edhe si interes për ata të dy. Nuk dua të përmend emra se nuk e meritojnë, por sidoqoftë për pjesën e Loredanës ka treguar që nuk është pjesë e këtij lloji zullumi që duan ta bëjnë pjesë apo që të përfitet. Gjithsesi, e mira është që të sqarojnë dhe Loredana e ka sqaruar edhe këtë pjesë, pra nuk ka asgjë me saj dhe Gjestit përveç shoqërisë, madje ka deklaruar që prej kohësh nuk komunikojnë me njëri tjetrin, nuk kanë patur komunikim. Gjithsesi këto janë lajme që përhapen dhe pa diskutim që edhe duhen diskutuar. Kështu që sigurisht që po. Këto në një farë mënyre edhe kjo tregon që Big Brother është aq i madh sa edhe ende personazhet e edicioneve të kaluara vijojnë të mbeten në qendër të vëmendjes, por unë jam i parimit që sa më shumë lajme dhe ndjesi të vërteta se sa tash e theme apo këto lloj intrigash që edhe publikun e lodh ku nuk ka asnjë bazë, ku nuk ka asnjë të vërtetë, por sidoqoftë për sa kohë
kjo gjë i mban gjatë, të tjera. Po, patjetër, patjetër. Ne ta bëjmë udhëm bar. Faleminderit shumë Redion. Gjithmonë Për shumë të gjitha informacionet që ndave me ne, të pres sërish në Breaking. Patjetër me kënaqësi. Ne mbyllim këtu këtë transmetim bashkë, do të shihemi sërish nesër në orën 10, kalofshi sa më mirë dhe qëndroni me Top News.